Rusia nis sulmin me drone ndaj Ukrainës pasi Gjermania lëshon ultimatum për anëpushim. Rusia nisi 10 dronë drejt Ukrainës gjatë natës, në cilën u rrëzuan nga njësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, konfirmoi Forca Ajrore e Ukrainës. Sulmi erdhi pasi Gjermania kërcënoi Rusinë me sanksione të reja dhe më të ashpra nëse ajo nuk do binte dakord për një anëpushim deri në mesnatën e mbrëmshme. Ora po ecën, kemi edhe 12 orë deri në fund kësaj dite, tha zëdhënësi i qeverisë Stefan Cornelius, duke konfirmuar se Berlini ishte koordinuar me partnerët ndërkombëtar për sanksione shtesë. Ultimatumi u dha pasi Rusia refuzoi të angazhohej për një anëpushim 30 ditor pa kushte, një propozim i vënë fillimisht në tryezë nga Shtetet e Bashkuara që në mars. Kremlini përsëritis do merrte pjesë në bisedimet e mundshme të paqes më vonë këtë javë pa parakushte, por ende nuk ishte përgjigjur ftesës së presidentit Ukrainës Zelenski për të takuar me homologun e tij Putin për bisedime ballë për ballë për paqe në Rusi sot. Bombardimet dhe sulmet ruse vazhdojnë, shtroi Zelenski të hënën. Moska ka heshtur gjithë ditën në lidhje me propozimin për një takim të drejtë për drejtë. Udhëheqësi i Ukrainës kishte thënë se mbështeste propozimin e presidentit Donald Trump për një anëpushim të plot pa kushte dhe mbështeste perspektiven që Trump personalisht merrte pjesë në një takim të mundshëm ballë për ballë me Putinin. Trump tha se ndihej optimist për bisedimet e Stambollit dhe po shqyrtonte mundësinë e fluturimit për në bisedime nga një vizitë në Katar nga Emiratet e Bashkuara Arabe të planifikuara sot.